Këngëtarja Dua Lipa ka konfirmuar se është fejuar me të dashurin e saj, Callum Turner. Për momentin, çifti po shijon fejesën e tyre, pa filluar ende përgatitjet për dasmën. Po, jemi fejuar, është shumë emocionuese. Jam shumë emocionuar, është mirë të dish që personi me të cilin do të kalosh jetën të njeh kaq mirë. Dua të përfundoj turneun tim. Callum është kthyer, kështu që thjesht po e shijojmë këtë kohë. Nuk kam qenë kur nga ato që mendoj për martesë ose ndërroj se çfarë lloj nuseje do jem, dhe tani pa prit mas them, çfarë do të vesh, komentoi ajo. Ajo tha, po ashtu se çfarë do të thoshte ky vendim për të sipas mediave të huaja. Vendimi për të plakur së bashku, për të imagjinuar një jetë së bashku dhe për të qenë miqt më të mirë përgjithmonë, është një ndjenjë vërtet e veçantë, tha ajo. Marrëdhënia e Dua Lipës me të dashurin e saj bëri buj për herë të parë në janar të vitit 2024, kur u pan së bashku në një festë pas premierës së serialit Master of Air në Londër, në cilin aktori 35 vjeçar luan. Në korrik të vitit 2024, Lipa e bëri zyrtare marrëdhënien e tyre me një postim në Instagram duke ngarkuar 2 fotografi të buta nga Glastonbury, ku performoi drejt për drejt.